Përshëndetje, ndodhemi në një nga kantierët që po ecën më mirë për të thënë të drejtën në të gjithë Shqipërinë, që është kantieri i autostradës Tiranë-Durrës. Ndodhemi në fazën e dytë të këtij kantieri. Faza e parë ka një ecuri të mirë, qëndrueshme, 65%, ndërkohë që faza e dytë ka 80% ecuri. Dhe pavarësisht se unë sot po shikoj edhe afatet kontraktuale dhe janë shtator 2026, për të thënë drejtën mund ta japim një lajm të mirë sot, apo jo inxhinier? Mendojmë që të përfundojmë punimet në fund të vitit. Dhe të jenë në 100% të kryera. Do me thënë, ne shpresojmë që festat e fundvitit ta kemi dorëzuar pavarësisht se afati kontraktual është shtator i vitit 2026. Jemi edhe në 200 metrat e fundit, afër mbikalimit Kasharit, ju jeni duke krijuar trasen atje për pjesën e re që krijohet dhe shpresojmë që ta dorëzojmë 9 muaj para afatit. Ajo është një punë që do jetë përbashkët në bashkëpunim edhe me lotin 3, sepse aty është edhe ura që ura e re e Rinës, e cila do jetë një ujë e cila i përgjigjet parametrave të autostradës së re që po Sigurisht. Do rindërtohet. Sigurisht. Kështu që shpresoni që në ato momente, në çdo rast, ne pastaj do bëjmë një lloj ajustimi dhe do ta hapim një nga fazat, pra do të hapim fazën e dytë. Faza e parë do arrijë që të shkojë në fund të vitit në të njëjtin ritëm. Kemi programuar që të dyja fazat në fund të vitit të jenë të hapura për të dyja karrexhatat. Ndërkohë, ajo që po shpjegonte inxhinieri është që ne kemi nisur në fakt punimet për kontratën për fazën numër 3, e cila parashikon bijimin e zgjerimit të rrugës. Gjithashtu ka dhe dy nyjet kryesore, që është ajo e Rinasit, e cila do rindërtohet, si dhe nyja e re e Laknasit. Kështu që në një moment të dytë do kemi dhe rakordimet. Gjithë zonën urbane që tashmë është ndërtuar në zonën e Lakut. Si që thamë, në këtë lot, punimet kanë kaluar 80% të realizimit fizik, kanë përfunduar gjitha punimet e nënshtresa, punimet e hidraulike, tombino, kanale ansore, postimet e linjave elektrike që ka pasur ky segment. Aktualisht po punohet me metrat e fundit të shtresës së parë të konglomeratit dhe në ditët në vijim do të vijojnë shtresa e dytë dhe e tretë binder plus tapet. Paralelisht po punohet dhe me ndarjen, vendosjen e New Jersey. Shkëlqyer, atëre le të përsërisim faktin që tashmë autostrada Tiranë-Durrës në 6 kilometrat e para, duke nisur nga Casa Italia dhe deri në mbikalimin e Kasharit, kthehet në një autostradë të tipit A me një kuror 32.5 metra gjerësi. Kemi 3 korsi nga 2 akrahët plus një korsi emergjence që e bën me 4 korsi nga të 2 akrahët. Ecuria e projektit është shumë e mirë, pra faza e parë është 65% ecuria, ndërkohë në fazën e dytë 85%. Sigurisht kemi dhe dy nyje të lidhse, njërën me Laknasin dhe tjetrën ura e re që do të ndërtohet për njëra nga hyrjet në Rinës, pasi Rinasi tashmë ka shumë hyrje, dhe e gjitha kjo ne shpresojmë që pa dy hyrjet sigurisht ta dorëzojmë pra fazën e parë dhe fazën e dytë ta dorëzojmë për akses në fund të muajit dhjetor. Sigurisht duke bërë një ajustim të trafikut, pasi nga 4 korsi, pra 3 plus 1, që është emergjenca, do duhet që të kaloj në pjesën e ngushtë, pra tek pjesa e pas mbikalimit Kasharit, por që ajo është në planet tona për të zgjeruar sa më parë, madje kemi parashikuar edhe në 2026 të vijojë. Po, kemi parashikuar një fazë të 4, po themi, dhe në vitin 2026. Ndërkohë, ARSH po përgatit gjithë dokumentacionin për të treja fazat e para për arredimin apo mobilimin urban që e quajnë. Kemi komplet planet tjera për gjithë arredimin urban, por edhe për gjelbrimin e autostradave, madje kemi nisur nga puna edhe për të bërë një ndryshim brenda tuneleve të Shqiponjës, për sa i përket arredimit, duke qenë se janë hyrja zyrtare e Tiranës, apo jo. Në ndërkohë që po punohet në të gjithë vendin, në të gjitha akset rrugore, për sa i përket pastrimit nga ndërtimet të cilat janë vendosur pa leje në afërsi të akseve rrugore, pra që nuk kanë respektuar distancat, dhe nga ana tjetër gjelbrimi do të jetë një element thelbësor për të gjitha akset kombëtare. Shumë mirë. Në ndërkohë problematika këtu s'kemi pasur inxhinier.
Kanë qenë vetëm menaxhimi i trafikut që jemi përpjekur ta bëjmë në mënyrën më maksimale, të bëjmë maksimumin të pjesë të tjera të qenë. Unë besoj që qytetarët kanë treguar mirë kuptim. E di që nga njëherë ka disa orë, siç është ora tani, për shembull që është orë piku dhe vështirësohet pak trafiku, por nëse ata sot do të marrin lajmin që faza e parë dhe faza e dytë deri tek nënkalimi Kashari do të hapet deri në fund të këtij viti, atëherë do të ndihen disi të lehtësuar pikërisht për hyrjen e Tiranës. Shumë faleminderit dhe do shihemin kantierët e tjera shumë shpejt. Faleminderit.